një vitit 2021 me LDK-n, gjithkohon ka pas një sistem se kush duhet janë palët prej partnerit për bashkëqeverisje të mrur si vezë avans ministra. Dhe më thonë, e cenan edhe autonomin e palëve të cilat ai arrin marrëveshje që e ka arrit njëherë. E kjo mendoj që ka dëshmu mjaftueshëm për partitë opozitare që ai nuk është një partner me cilin mund të bashkëqeveriset. Tjetra, kjo edhe ka kriju një precedent shumë të rrezikshëm të mungesës besimit. Sot, nëse VV-ja ofron bashkëpunim për poste ministrore, askush nuk i beson që ai nesër nuk do të shkarkoj këta ministra, e këtë e ka bërë edhe kur ka qenë në varësi të numrave të LDK-s për ta mbajtur qeverinë, e si do të mund të sillej kur tash i ka 51% dhe nuk ka asnjë interes. Pra, cila parti guxon sot mja votu presidentin, edhe ka garanci që nesër kanë me qenë në ulset në kryeministri. Tjetra është që ai nuk është sjellë në mënyrë konstruktive as gjatë kohës sa ka qenë në opozitë. Zotëri Kurti nuk ka bashkëpunuar asnjëherë me partitë cilat kanë qenë në pushtet, pra ka qenë destruktiv. Edhe ky konstruktivitet të cilët partitë opozitare po e tregojnë, a vlen kjo edhe për PDK? Edhe për PDK-n, edhe për LDK-n, as nuk përkthehet në votë elektorale. Nëse kishin kështu që duke qenë konstruktiv në opozitë, sjell vota, lëvizave të vendosje. Albert, por nuk shkojnë PDK-ja. Shkojnë me parë. Dhe mendoj që edhe nuk kanë pas vija të kuqe me vendosjen as gjatë fushatës zgjedhore. Pra përkundër krejt asaj sjellje të cilën e kanë pas në zgjedhjet e shkurtit, ata kanë tregu prapë një farë bashkëpunimi. Kjo është mundësia e fundit për partitë opozitare me kuptu që nuk ka bashkëqeverisje me lëvizjen me vendosje. Është një kanal në cilën dëshirojnë të hinë pushtet është nënshtrimi. Nuk ka mundësi me bashkëqeverisje me ta dhe këta duhet me kuptu. Për mu nuk gëzojnë. Për Albertin, ende se ka kuptu opozita që me Kurtin s'muni me bashkëpunu. Unë pajtohem, se mu dhe më përgjis, së të jam arrodhe një lirë, po unë pajtohem që me zotin Kurti është e pamundur me qeveris, por mund të them që ajo arsyeja pse ne kemi shku në dialog edhe pa kushte edhe me u taku në ndërtesë qeverisë, kështu se s'kemi dashur me qitë, me thonë kajtë teknike, është sepse ka pasur një pritje të shoqërisë kosovare, të njerëzve në Kosovë që na me pas një dialog me forcave politike. Dhe ne kemi dashur me ahi këtë armë zotit Kurti nga dora që këta zvinë dialog, edhe mendoj që duke shku, ja kemi heq këtë armë dhe e kemi ekspozu që ajo që kjo e konsideron dialog dhe ftesë për dialog është një farsë, edhe sot mendoj është i ekspozum tërsisht qëllimi i tij dhe mendoj që për këtë arsye ja ka vlerë. Unë nuk jam peshman që kemi bërë atë. Mendoj që ekspozimi që kemi bërë Kurtit sot, kërkush sot në Kosovë, as votues të VV-s nuk thojmë se s'po shkon një me marr kryetarin e kuvendit. S'kom dëgju. Unë as VV s'kom dëgju që na thonë shkon me kryetarin e kuvendit. Nëse kjo është situata që unë jam i bindur që është, ja ka vlerë shkumbja. Dhe normalisht në politik ti ulesh në tavolina ku njerëz siklet edhe ku ki mos durim në shtatë personal, por na jemi në politik për me te kalu këtu dhe me vendos një qëllim më të madh politik. Që kjo po përkthehet në mbështetje elektorale dhe sjellja politike. Çështo keni thonë edhe për shkurt, kur VV-ja e ka bllokuar edhe ka qenë fajtore për bllokadën dhe shkuarën në zgjedhjet të jashtëzakonshme. Zgjedhjet e 28 dhjetorit s'kanë qenë zgjedhje drejta në zgjedhjet të Po, nuk ka met faj fituan 51% u rritën përkundër bllokada, 51 herë me Albulena Haxhiun, me këtë cilën Avlit Deharit kundër kushtetuese, me shpërfillet vendime të gjykatës kushtetuese, u përkthy në rritje. Pra, elektorati kosovar nuk pe kupton që çdo dhe çtu po shkon këtë energjia partive opozitare, mi tregu publik kush e ka fajin. Fundit, nëse VV-ja konsiderohet si parti me tendencë autoritariste, nuk i shkon fare në takim dhe as nuk ka preokupim për me shmang zgjedhjet. Partitë opozitare duhet me tentu sa më shpejt me shku në zgjedhje, me urrit, edhe me mundësu, ose me pa mundësu një parti me tendencë autoritare me mbetje në pushtet. Veç të përfundaj, tutna. Dhe këtu tash kjo bjen në kontradikt në mes të veprimit, të cilën e bojnë kur shkojnë me dialogu, dhe retorikës të cilën e ka në publikun. Dhe kjo krijon konfuzion. Nëse ti publikut i thu të nditën që Albin është autoritar, edhe në fund shkon takosh në vikend me të në zyre qeverisë, nuk përkthehet, ashtu nuk shihet. Na shkon me tregu kush Albin Kurti. Po, jo, nuk është kjo mënyra, se çështë besoj se të kuptu. Jo, kam kuptuar njerëzit. Për shkurtin dhjetor u rrit. Na Albin Kurti na kemi strategji e njëjtë, që të gabim që e keni bërë. Në shkurt jeni të përsërit edhe në dhjetor. Jo. Njerëzit kanë kuptuar kush Albin Kurti, por që di procesi. Po që di procesi kanë kuptuar kush Albin Kurti. Ma rëndësi, me shku në zgjedhje është kauzën të cilën e keni, me ndal një parti të cila po don me kap shtetin, dhe besoj pajtohemi në plot elemente të cilët janë të ndërtuar. Na nuk kemi shkuar zgjedhje për këtë arsye. Se sa me shkaktuni zgjedhje që po i kushtojnë kanë 10 milion
euro vendit. Na në të hub 68 milion të është prej planit rritjes, që si na të kry reformat, e po i vajtan 10 milion që në fundit nuk janë pas gjohë për me jetësu vullnetin e shtetare. Pajtona me këto që këthu, po muj me këshyre prej një perspektive tjetër. Këto takimet e tona me Albini dhe këtë proces kanë tregu edhe një anë tjetër. Ato që mundu Albini me paraqit opozitën që partitë e vjetra janë tunta për pushtet, edhe ka mendu që deri në fund kam i kontrolu situatën të i ofru qoftë PDK-s, qoftë në i partije tjetër pushtet, u po që partitë cilat e kanë formu këtë shtet, kanë përgjegjësi dhe këtij shteti dhe nuk heqin dorë nga parimet me ruaj demokracinë për në i pushtet që i ofron Albin Kurti. Albin Kurti me qasjen që e ka pas në këtë proces, ka mendu që deri në fund partitë opozitare në një prej partive ka mu dorëzu para ofertës tij për pakt pushtet, edhe kanë mu nështru, edhe kanë mja plotësu dëshiren me aloni president Shpokoshev. Dhe kretë që ka të regu këtë proces, ka të regu që nuk mundet Albin Kurti me ble kapjen e shtetit me nejtë sot pushtet që i ofron e partije opozitare. Shkurja jo nuk e ka dëmtu asgjë procesin, as nuk e kemi prolongu. Sa për neve, ne jemi tërheq nga negociatat me Albin Kurtin, para se me ndodha e seanca e fundit para blokimit kuvendit. Sa për neve, nuk ka pas nevoj fare me dhonë gjykata kushtetuese o 34 ditë, se për neve këtë proces u përmbyll ma herë. Ne i kemi refuzu ftesën Albin Kurtit për takim para se të ndodh blokada e kuvendit. Sa për neve, i procesu koni mbyllën. Na nuk kemi thonë që jemi të prit ftesë tjetër. Na ka ftu dhe ditën e fundit, kur ka qenë afati i fundit, nuk e kemi shku në takim. E kemi pa që nuk është serios në këtë proces dhe e kemi dhonë mesazhin që nuk takohemi më me ty. Që nuk është që procesi ka këtu për shkak që neve na ka zhargit hap pas hapi atë na tërheq me vete. Jo, ne jemi tërheq nga ky diskutim kohë më parë. Sa për neve, tash i shdosh të vendi të ketë një rrugë të qartë, s'ka pas nevojë për të 34 ditë. Kjo që e tha zoti Kurti sot në konferencë për media, në atë për urimin në QKU, kjo është një kërcënim i radhës që po e bën për që ke investimi qeverisë Luksemburgit për ndryshë qaj. Po, investim, po. E kishku me përruat një Luksemburgit të nderë që në vjohë. Kjo është edhe një kërcënim i radhës që po ja bën edhe opozitës, edhe qytetarëve të këtij vendi që do të thotë nëse nuk ka zgjedhje për çdo 7 ditë, shkojmë 2-3 herë gjatë këtij viti në zgjedhje. Mirë, po me u kthy në retrospektivë, këto ju dëgjova me vëmendje kur polemizut me Albertin, do të po fokusoni vetëm këto zhvillimet e fundit që ka ndodhur 2 muajt e fundit në raport negociata për presidentin opozit. Edhe mirë, po unë mendoj që duhet me pa pak më herët situatën. Kështu që nuk jeni krejt të pafaj, as PDK-ja, as LDK-ja, marr parasysh vitin e kaluar, çka ka ndodhur edhe çka kemi pa. Kështu që kjo sot situata ku ndodhemi sot, në këta numrat aktual që i kemi, është pasojë edhe veprimeve të vitit kaluar që ka ndodhur. Do të thotë tu ja nis prej rastit të Albulena Haxhiut, kur ka qenë shansa me